Qaj sfiton zgjedhja, po? Ja, nuk mendoj që... Shkalla tatimore, progresive, grafa, slojda, PowerPointa, sfiton zgjedhja. Nuk mendoj që i fiton zgjedhjet, as ato analizat regresive, statistikore, jo, ato nuk qojnë pesh të qytetarët. Unë jam të e vrejt një problem, jo në problem, po një pasigurit e qytetarët. Largimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gradualisht duke ndodhë. Dhe nëse arrim, ose nëse arrin partit politike ta dëshmojnë dhe ta tregojnë popullit që kjo qeveri po largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk po don koordinim me ta, atëherë ndjellet friga tek ne, tek qytetarët. Dhe ndjellet friga sepse ne e kemi aty sigurin, vetëm ajo na ka pështu dhe na pështon nga çdo aspekt. Nuk është në çdo aspekt. Po thu që s'kemi na sigurin, Turqi, në Arabi Saudite... Kejtë zero janë, kejtë bin uj, pa Amerikë, kejtë gjitha këto bin uj. Dhe ka filluar, është realisht, është duke ndodhur që ka filluar një pasiguri, një largim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga kjo qeveri. Dhe kur ta kupton qytetari këto, kur ta kupton qytetari këto, atëherë krijohet, do me thonë, friga dhe fillojmë gradualisht të largohemi nga politikat e Zotrit Kurti. Ajri flisht, uji flisht,